Ulja e temperaturave ka sjell probleme në qarkullimin e mjeteve në zonat malore të juglindjes së vendit, për shkak të temperaturave shumë të ulta gjatë natës dhe orëve të para të mëngjesit, të cilat kanë shkuar deri në -7°C dhe trashësisë së dëborës, nga Voskopoja në njësinë administrative Lekas kalohet vetëm me mjetet e larta, ndërkohë që probleme në qarkullim ka në të gjitha fshatrat e kësaj njësie administrative. Gjithashtu, kalimi është tejet i vështirë edhe nga qendra e njësisë administrative Dardhas, në bashkinë e Pogradecit, në drejtim të 5 fshatrave malor të kësaj njësie. Me probleme, qarkullimi paraqitet edhe në aksin rrugor Shtyll Panarit, në veçanti në maj të mashkullorës, aty ku trashësia e borës është e madhe dhe prania e akullit e bën të vështirë qarkullimin e mjeteve. Mëngjesin e sotëm në segmente të caktuara rruge, për shkak të akullit ka patur vështirësi edhe në rrugën e Dardhës, Voskopojës, në aksin Korçersek dhe Korç Dogana Kapshtic. Për këtë arsye, firmat kontraktore përgjegjëse për mirëmbajtjen dimërore kanë kryer kriposje në zonat malore përgjatë këtyre akseve nacionale dhe turistike për të normalizuar situatën. Nga ana e OSHE-s, ditën e sotme nuk janë raportuar probleme sa i përket furnizimit me energji elektrike në të gjitha zonat e qarkut të Korçës.